ka ndodhur me thonën X-it, bëma kafkën e prindit tina. Edhe unë e shiqesha drejt ato reagimin, që shë banë reagimin e ku të shkërë me morë kafkën e babës vetë. Në fshatin tim, ka ndodhur një masakër prej 7 vetëve, dhe ne i kemi gjetë trupat dikur pas 20 ditëve. Edhe prej 7 trupave, vesh njeni, Safeti, një djalë i ri, që ka pas qizmen e vesh, në veç qaj ka pas mish. Këj tjera veç kuçka, se mish s'ka pas as njeni. Sepse pastaj kanë hangër edhe zgjeja, kur kanë metë aty. Edhe tash, ushtarët e mi ishin fëmijët e tyre. Të tyne trupave që na i kemi gjetë. Edhe ka bësha identifikimin e trupave, ka ndodhur me thonën X-it, bëma kafkën e prindit tina. Edhe unë e shiqesha drejt ato reagimin, që shë banë reagimin e ku të shkërë me morë kafkën e babës vetë. Edhe a besën, që kur unë tash këtë gotë që për kape, pa na indjenë, kështu, që ashtu shike kap kafkën e mabika, nuk i ndrej kësirë, edhe vishën për fundim se ky përsheqe prindi e ka kryt vetën, po ky nuk e di ke me këton tash një jetë që unë që ndodha, po kupton? Që so ishin përjetimet e kuës, nuk ish kuë me menu as për prindin, që ka vujtë që shë ka dho jetën, sa kishtë tash vetën, si do tjetë ardhja, si do ta përfundojmë këtë luftë, kush do ta përfundoj, kush do ta gëzoj lirin. Jenë ko shumë pyetje, po përgjigje ka pas pak.